si iniciativë. Që të mos keq kuptohet, të gjitha njoja, po e bëjnë një disclaimer, unë i ndaj i përkas linjës së mendimit, që Shtetet Bashkuara të Amerikës, që janë aliat të cilës përjetësisht i detyrohemi. Edhe kështu mendojnë edhe kolegët e mi, por që ta keni parasysh dialogu strategjik si mekanizëm që e propozuar pas ardhes së qeverisë Kurtine, ka qenë përpjekje jona, ka pas linja të ndryshme të mendimit se si mund përmirësohet edhe tutje partneriteti me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qeveria ka pas mendimin në fushën e mbrojtjes dhe ekonomisë, linjizimin me politikën e jashtme, këtu kanë qenë prioritete, disa kanë menduar që është dialogu strategjik ai format ku mund bën të përmirësohen këto. Por ajo çfarë kemi mri, kemi parafru shumë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, kemi hequr barriera tregtare, se unë besoj aleanca duhet po ashtu edhe të reflektojë vetëm për të kuptimet tona politike, po ato duhet merren edhe me veprime korresponduese në politika strategjike tregtare të mbrojtjes. Ashtu kemi funksionuar. Megjithatë, zoti Muja, nuk mund të kalohet kështu lehtësisht kjo çështja e pezullimit dialogut strategjik. Po fletim për raportin që e kemi me aleatin edhe me mikun më të madh, me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe pak kush e kishte pritur që Shtetet Bashkuara të Amerikës mund vinë me një situatë ku të pezullojnë një dialog strategjik. Ani pse ai për atë dialogun strategjik edhe kur ishte ndërtuar nuk ishte folur shumë. Po ideja është Amerika të ndërpret diçka në raport me Kosovën që është produkti vetë Amerikës, me një farë kjo është shqetësuese, zoti Muja. Ajo ka qenë mesazhi, ka qenë tek pezullimi. Kështu sa të themi, ne kemi raportet mirë, flasim fushën e mbrojtjes, Zoti Muja, po tjerave, kushtrem, nuk po shkojnë në qeveri fare me i taku, se po thonë... Qeveria është çështje tjetër, sepse qeveria është në detyrë. Shikoj, tashti ka një debat madh në lidhje me këtë aspekt. Në Kosovë ka pas gjatë kohë, po mbaj ka qenë intensiv në 5-6 vitet e fundit. Përpjekja për që quhen sferat X, Y, në Amerikanë besoj që nuk na përket. 99% e shqiptarëve të Kosovës e shohin Shtetet Bashkuara të Amerikës si aliat strategjik. Ata s'po mohojnë, ata po thonë përfaqësuesit e institucioneve, se jo popullit, popullin e popullin e mirë. Po mundona veç me konkludu argumentin. Në çdo sondazh, ai është reflektim i antarësisë sonë, është reflektim i popullit të Kosovës. Nuk kemi çështje këtu. E para. E dyta, njëna përket që ti përforcojmë këto aleanca në sferën e mbrojtjes dhe ashtu i kemi bërë. Kemi bo intensifikim të transakcion në këtë sferë, bashkëpunime si kur më parë, që është e rëndësishme. E dyta, në politikën e jashtme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk bim desh e promovojmë ato, sepse si vlerë dhe si referencë demokratike na përket ta transmetojmë edhe tek shoqëria jonë, që është e rëndësishme. E treta, tek politika tregtare, kemi hequr barrierat për herë të parë, mas 20 viteve, s'kemi më barrierat tregtare me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është e rëndësishme. Arritje shumë e madhe dhe ne i promovojmë ato. Por e vërteta është që në pikpamjet tona në raport me Serbinë, kemi pas sa dallime strategjike të kohëpaskoshme, taktike do të thoja, jo strategjike, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe ne e duam një Ballkan perëndimor që jeton në paqe, një Kosovë të sigurt dhe me integritet territorial dhe i kontribuojmë asaj. Por e vërteta është që ka qenë pikërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës që i kanë vendosur sanksione Serbisë për shkak të naftës ruse, na kanë lajmëruar zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Kirby, na ka lajmëruar që ushtria serbe ju ofru kufijve të Kosovës, ata na paralajmëruan ne, kjo si indikacion, simptom e